Disa zhvillime në Armat dhe në Ministrinë e Mbrojtjes. Dhe sonte do të diskutojmë bashkërisht me zëvendësministrin e Mbrojtjes Admir Shabanin, të cilin e kam në studio. Mirë se erdhën në Alsat. Mirëmbrëma dhe mirë se gjeta. Do të fillojmë nga ajo që është e përgjithshme, do të him në tema të caktuara dhe tema më specifike se çfarë ndodh në Ministrinë e Mbrojtjes edhe në Armat. Po do të nisim me atë që është e përgjithshme dhe që është aktuale. Sa aktualisht është përfaqësimi i drejtë dhe adekuat për shqiptarët gjithmonë në Ministrinë e Mbrojtjes dhe si rezultate në Armat? Janë shumë kategori të cilët mund t'i shprehim në bazë të numrave. Në përgjithësi në Armat, përfaqësimi i shqiptarëve është diku rreth 24%, konkretisht 23,78%. Në Ministri e kam fjalën administratë Ministrisë së Mbrojtjes, ky përfaqësim shkon në 17%, ndërsa po i kombinuam këto të dyja, del diku parafërsisht mbi 22%. Kemi edhe personelin civil në Armat, ku përfaqësimi i shqiptarëve është më i ulët dhe shkon në 8,76%. Ajo që është si numër për të shprehur dhe që është si numër i lartë është përfaqësimi i shqiptarëve në ushtarët profesionistë dhe kjo përqindje shkon në 28%, konkretisht 894 ushtarë profesionistë janë shqiptarë. Në përgjithësi këto janë numrat, kemi numrat të nën oficerëve që janë gjithsej 411 nën oficerë, thënë kjo në përqindje diku rreth 25%, numri i oficerëve është pak më i ulët dhe shkon diku rreth 16-17%, ndërsa përqindje më të ulët vërejmë të interesuarit për të ndjekur mësimin në Akademinë Ushtarake. Do të flasim edhe për Akademinë Ushtarake. Ajo që mua më intereson është strukturat udhëheqëse të Armatës, po edhe të Ministrisë së Mbrojtjes, jo vetëm administratës. Në për strukturat udhëheqëse, sa ka shqiptarë dhe sa ka kuadro shqiptarë për të menaxhuar në për ato njësi? Atë që e potencova në Armat, në strukturat udhëheqëse hynë në oficerët, ku thash që numri i këtyre shkon në 25%. Kuptohet gjithmonë ka tendenca për të ngritur këto përqindje, pasi që në vazhdimsi Armata jep mundësinë e zhvillimit dhe ngritjes në karrierë, në qoftë se kandidatët i plotësojnë kushtet e parapara me ligjin për shërbim në Armat dhe në qoftë se gjatë punës së tyre në Armat pregatiten dhe kualifikohen duke ndjekur kurse adekuate që pastaj u mundsojnë që të kalojnë në grada më të larta dhe atë që e ceka pak më herët, numri i oficerëve i cili është relativisht i ulët, por ka shpresa dhe tendenca që ky numër të rritet dhe tash shkon diku rreth 16-17%. Konkretisht 139 oficerë janë për momentin në Armat. Këto janë ajo pjesë që lirisht mund të thuhet struktura udhëheqëse në vetë Armat. Kemi edhe disa komandantë në për kazermat të ndryshme dhe të batalioneve të ndryshme. Mirë po, në përgjithësi, numri i oficerëve është 16-17%. A ka potencial për të rritur kjo përqindje e përfaqësimit? A ka njerëz të cilët kanë ambicie dhe gëzojnë përgatitjen profesionale dhe gjithsesi edhe kushtin ligjor që është shumë i rëndësishëm që mundeni t'i merrni përsipër dhe ta përmirësoni përfaqësimin në ushtri? Sigurisht që po. Mirë po, ekzistojnë momente të caktuara që vetë oficerët duhet t'i përmbushin, vetë personeli ushtarak duhet t'i përmbush. Atë që potencova, Ministria e Mbrojtjes ofron kurse të ndryshme dhe shkollime të ndryshme me qëllim që të përmirësohen dhe profesionalizohen ushtarakët që të kalojnë në grada më të larta. Çdo vit bëhet rang lista e
nën oficerëve të cilët i plotësojnë kushtet dhe me automatizëm kalojnë në për grada më të larta, për dallim prej institucioneve tjera, për dallim prej të punësuarve në administrat, ku nevojiten procedurat të tjera dhe janë të ndërlidhura me institucione tjera, për shembull si Ministria e Financave, lehet për punësime, lehet për avancime, sigurimi mjeteve, kështu me radhë. Në rastin e ushtarakëve është rang lista ajo që nevojitet dhe u mundëson këtyre kategorive që të avansohen në detyrë, por me kusht që t'i plotësojnë kushtet e parapara me ligj. Këtu, kur potencoj kushtet e parapara me ligj, janë koha e kaluar në një pozicion, e dyta gradën të cilën e posedon ose vendi i punës duhet jetë ekuivalent me gradën që e posedon dhe në këtë formë të ngritet në detyrë, shkollimet të cilët i kanë ndjek, kurset të cilët i kanë ndjek, notimi çdo vit, mos pasja masave disiplinore dhe shumë detaje të tjera të cilët ushtarakët i plotësojnë gjatë viteve të cilëve e mbartin detyrën e caktuar dhe u krijohet mundësia që të avansohen në gradë dhe në këtë mënyrë lëshojnë edhe vendet dhe krijojnë vendet të zbrasta që oficerët e rinj të cilët e nisin rrugtimin profesional në ushtri të kenë mundësi dhe të zëvendësojnë kuadrot tjera. Do pak t'ju pyes për misionet jashtë vendit, si ushtri antare e NATO-s, sigurisht që armata merr pjesë për misione jashtë vendit, ka pasur disa herë ankesa, edhe shumë më herët edhe para mandatit tuaj, se shqiptarët nuk përfaqësohen në mënyrë adekuate në misionet jashtë vendit. A ka filtra të cilët i penalizojnë, apo është ajo bindja që oficerët shqiptarë, ushtarët shqiptarë nuk mund të marrin pjesë në misionet? A që mund t'ua them dhe t'ju garantoj tani, që nga marrja e detyrës, deri tani kanë qenë pjesë aktive e dërgimit të ushtarëve në 3 misione dhe në të 3 këto misionet është përmbushur kushtimisht thënë kushti minimali 25% të pjesëtarëve në misionet të jenë shqiptarë. E fundit, janë 2 misionet të cilët i dërgojmë në Kosovë, ku në misionin prej 32 pjesëtarësh, në tokën prej 32 pjesëtarësh, 8 pjesëtarë janë shqiptarë, në misionin Altea në Bosnjë dhe Hercegovinë, gjithashtu tokë prej 32 ushtarësh, 8 ushtarë janë shqiptarë dhe në komandën për operime, gjithashtu në Kosovë, nga 5 pjesëtarët e kësaj komande që dërgohen tani, që brenda javës ardhshme, duke fillu prej 1 qershori, do të marrin detyrën dhe obligimin në këto misione, një prej tyre është shqiptar. Besoj që edhe më parë ka qenë e njëjta situatë, prap do të kthehemi te kushtet të cilët duhet të plotësojnë kandidatët. Ka shumë pjesëtar të ushtrisë të cilët konkurojnë, mirë po jo të gjithë i plotësojnë kushtet e kërkuara në bazë të urdhëresës e cila lëshohet nga ana e ministrisë për të konkuruar dhe për të qenë pjesë e misioneve të cilët ku Republika e Maqedonisë së Veriut merr pjesë. Së shpejti do të ketë edhe misione të tjera, është misioni në Lituani, është misioni në Rumuni dhe është misioni në Bullgari, misionet që do të duhet të bëjmë për zgjedhjen e kandidateve shumë shpejt dhe kuptohet të gjithë këto kandidatë e kanë të patjetërsueshme të plotësojnë kushtet sipas urdhëresës. Një sektor shumë i ndjeshëm që është brenda ushtrisë është Agjencia e Zbulimit Ushtarak. Aty ka pasur disa herë ankesa në rrugë anonime që na kanë arritur në adresën tonë se shqiptarët në pozita kyçe pothuajse nuk janë fare të përfaqësuar ose janë shumë pak. A keni ndërmarrë veprime për ta rregulluar përfaqësimin në këtë sektor të ndjeshëm? Për të vërtetës nuk është vetëm në ushtri, e tillë është situata edhe në agjencinë në kuadër të presidentit, edhe në agjencinë në kuadër të qeverisë.
në për shërbimet inteligjente, pse nuk janë shqiptarët të përfaqësuar, sidomos në ushtri? Në Drejtorinë për Siguri dhe Zbulim, me sa e di unë, janë 3 pozita udhëheqëse ku janë të vendosur kuadro shqiptar. Atë që e kam si informat dhe me cilën po ballafaqohem çdo ditë janë kërkesat e shumta të personelit ushtarak të cilët dëshirojnë të transferohen në këtë drejtori. Ne i shqyrtojmë me kujdes, mirë po i shqyrtojmë edhe me kujdes të jashtëzakonshëm edhe mundësit për avansimin e shqiptarëve, jo vetëm në këtë drejtori, por edhe në drejtori të tjera, duke pasur gjithmonë parasysh momentin e meritokracisë dhe përgatitjes profesionale të personelit ushtarak dhe të shqiptarëve të cilët dëshirojnë dhe kanë mundësi dhe hapësirë që të jenë pjesë e strukturave udhëheqëse në armatë. Për momentin nuk ekziston asnjë pengesë kushtimisht thënë, por realisht ne po i inkurajojmë që të aplikojnë njëherë së pari që të bëjnë përgatitjet profesionale që pastaj më lehtë të ecin në për gradat, të marrin grada më të larta e kështu me radhë. Potencova në fillim është vetë ligji për shërbim në armatë, i cili e mundëson ngritjen në detyrë të personelit ushtarak i cili i plotëson kushtet për të marrë detyrën dhe pozicionin adekuat në strukturën e armatë. Në këtë rrethana mund të kemi shumë shpejt një general të ri shqiptar? Pse jo? Për momentin kemi 3 general shqiptar në këto rrethana. Besoj që mund të kemi edhe 1 plus, ndoshta edhe më tepër. Ka kuadrat cilët i plotësojnë kushtet, mirë po që të jemi më të qartë për opinionin, propozimin për emërtim të nominim të personit për general e bën shtatmadhëria, mirë po e zgjedh kryetarja e shtetit. A mund të ketë së fundi ndonjë shqiptar që mund të gradohet në pozitë koloneli? Sigurisht që po, dhe besoj që kjo gjë do të ndodhë shumë shpejt, kur them shumë shpejt, besoj që data e 18 gushtit do të jetë ajo datë kur do të ketë edhe nominim të kolonelëve të rinj shqiptar. Është datë e armatës kur bëhet në mënyrë solemne dhënja e këtyre gradave si një ndër gradat më të larta në armatë. A mundet që komanda e operacioneve, ose komanda e parë në të ardhmen, njëra prej tyre të udhëhiqet nga një shqiptar? Janë çështje të cilët duhet të diskutohen dhe të mirë menaxhohen në vetë shtatmadhërinë dhe do të shohim se çka dhe si mund të arrihen që këto komanda të udhëhiqen edhe nga kuadro shqiptar. Kuptohet gjithmonë duke pasur parasysh për zgjedhjen e kandidatit më të mirë, më të përshtatshëm dhe më adekuat për udhëheqjen e këtyre komandave. Ishte përfolur shumë aso kohë shkarkimi i general Besnik Eminit nga pozita, a ekziston mundësia që në të ardhmen të kthehet në pozitën që ka qenë? Duhet të shqyrtojmë të gjitha mundësitë, të gjitha arsyet e shkarkimit, sepse të jemi sinqert nuk e besoj që ndonjë shkarkim në armatë vinë thjesht sa për të tërhekur një kuadër nga një pozicion i cili bart. Ajo që mund të them për momentin, sigurisht që për të rikthyer, nuk e di, për të marrë një pozicion tjetër, edhe atë nuk e di, por ndoshta do të shohim se çfarë mund të na sjellë edhe marrja e gradave të reja në momentin e caktuar, dhe atëherë do të mund të bisedojmë për vendosjen e eventuale të kuadrove të reja që ndoshta do të marrin gradën e generalit, se cilat pozicione do t'i marrin. A prisni që të ketë interesim nga shqiptarët për Akademinë Ushtarake? Jemi sinqert, shpresoj shumë në këtë pjesë, sepse është një mundësi të cilët të rinjt shqiptar mund ta shfrytëzojnë shumë mirë duke aplikuar për të qenë pjesë, për të ndjekur shkollimin në Akademinë Ushtarake si pjesë
e një sistemit edukativ që përpos edukatës ushtarake mundëson edhe ngritjen e nivelit të njohurive të kandidatëve në mënyrë të jashtëzakonshme. Është me të vërtet një akademi e cila mundëson shkollim kualitativ e përpos kësaj ajo që është e garantuar për këto kandidatë të cilët do të arrijnë që të jenë pjesë akademisë ushtarake në këtë gjenerat, po ajo ka qenë edhe për gjeneratat e mëhershme, po vlen të potencohet që kanë punë të garantuar kur mbarojnë studimet. Ajo që është për të biseduar është momenti deri tashëm i kandidimit e shqiptarëve në këtë akademi. Për shembull, vitin e kaluar nga 130 kandidat për 28 vendet kadetëve, ka pasur 130 kandidat Maqedonës dhe vetëm 11 kandidat shqiptar, prej të cilave fazat e selektimit i kanë kaluar vetëm 2, një është pranuar dhe një kandidat i dytë i cili ka plotësuar këto kushte në mes të rrugës është tërhekur për të ndjekur shkollimin në këtë akademi. Ajo që duhet të shoh si situatë këtë vit, duhet të shoh interesim shumë më të madh prej shqiptarëve për të qenë pjesë e akademisë ushtarake. Mirë po është një selektim, një rrugë shumë serioze, do t'jepen provimet të matematikës, do t'jepen provimi i gjuhës angleze që kandidatët cilët do t'i kalojnë këto teste, do t'jenë kandidatët me vërtet cilët kanë qenë me sukses të shkëlqyeshëm në shkollat e mesme. Prapë e them, bisedohet për një akademi shumë serioze dhe kandidatët që përpos vullnetit dhe dëshirës që t'jenë pjesë e kësaj akademie dhe që kanë bindje se duan të jetojnë jetë ushtarake kushtimisht të, duhet japin mund dhe sakrificë për të pregatitur sa i përket provimeve në këtë akademi. Unë si zyrtar në Ministrinë e Mbrojtjes kam bërë edhe apel publik që me qëllim që të kemi sa më tepër kandidat, po kam bërë edhe apel publik që të shfrytëzohet mundësia e përgatitjes këtyre kandidatëve potencial për të dhënë provimin e matematikës, sepse akademia ofroi edhe një mundësi të këtillë. Së fundi kishit një informacion për 10 punësime të reja në Ministrinë e Mbrojtjes. Dua të di se cilët janë ato pozite, se ku janë punësuar, ato shkurt për ta përmbyllur. Shkurt, janë punësime të bëra në administrat, pasi u kriju një farë hutie në opinion se bisedohet për ushtar profesionist. Jo, konkursi për ushtarët profesionist vijojnë testimet, vijojnë kontrollet mjekësore kështu me radhë. Këto 10 punësime nuk kanë të bëjnë me ushtar profesionist, kanë të bëjnë me të punësuar në administratën e Ministrisë së Mbrojtjes dhe një pjesë, konkretisht 3 prej tyre, janë personat e cilët punësohen si persona civil në shërbim të armatës. Ju kujtohet në fillim thash ky numër është shumë i ulët, shkon të diku 8 76% dhe po mundohemi që të rritim përfaqësimin edhe te kjo pjesë. Bisedohet këtu për një udhëheqës njësie për revizion të mbrendshëm, ndërsa 9 të tjerët janë bashkëpunëtor të ri. Ajo që është më kryesorja është hera e parë që prej 2017-ës, ndoshta edhe më herët, që punësohen direkt me vendime pune një grup i shqiptarësh në Ministrinë e Mbrojtjes. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Faleminderit shumë.